Vizita e parë pas lirimit, apo? Po, vizita e parë pas lirimit për këta persona, ndërsa për të tjerë kam pas para 2 mujve, 3 mujve. Po nuk do t'jetë hera parë që do të kthesh në atë godin? Apo në atë... Ajo. Cila është ndjenja kur I kthesh aty? E ku bo shtëpi edhe unë e falë Jack Smithit tarë, pati aty kemi hisë të anën. Tregom, si ishte ndjenja kur shkova aty? Që për mua është ndjenja këtë... Ashtu që kom trajtu ku e më konë mëranda njëjtë e trajtoj e tash, edhe pse thëmë drejten une gjitha ato prej peti që kom kalu aty, disa prej personelet, që të mos ata që janë vetëm gardian flasë, të s'kanë ndikim për jetit, që janë të shumë si shdo evropianë janë, për male, por me shok të ishtë pak pandër, ishe sepse e dija fakt se si është dhe e dija se si shtrëngu të ashtë vizitat, me s'far lojtë cenzura, është jam shumë atë ndryshme, kështu që në e ati tipi tim që ma problematik, jam mundu më konë I kujdeshëm që ata mos të qetë në pozitat palakmushme, sepse une zakonisht këmë konë mranda nuk kom një fort për ta, mirë, po për respekt, në të minëzër aty në të lëshë, jam konë ma I qetë. Interesante në fakt ky këndvështim. Nëse do të takosh për të parë me... Ti më ki po mua atje, ti më ki po që shqipon atje. E kemi kujtuar bashkë në studiat atë momentin. Kur ma kërkove tavolinën e hekurit, njërë që mos me thy posa del në debate. Normal. Ja u kemi thy edhe aty, ja u kemi thy. E vërtet është. Më të rego pak, takimi I parë do tjetë me Kadriun edhe Ashimin pas. Prej kohës kur I liruar. Po, pra 40 minuta I kem, edhe pse unë kam një vjetë që bëj kërkes, që tash ma kanë liu. Mirë, pati në procedurë të veçantë... Oroj t'jetë vizita mram. Po, besoj që ka në atë rrugje, nuk të kesh mundësime, nuk të kesh kohë të shkosh t'i vizitash atje se... Ashtu, në fakt... Që do mos që në kanë bëhë këta procedurat, do t'i vizitoj vetëm ati në fjallin e mram, sepse do ka bëhë kërkes më konë në fjallin përvëndimtare, por shikus atje në salë. Do të shkosh edhe aty? Pa tjetër. Do të qëndrosh aty të fjalla përfundimtare. Interesante, për vendimit do të dalë pas një kohë, e ke parasysh është. Ja, mërko. Unë e pres për atë situacion me mas shpeti fundi majtë fillimi qërqurit. Interesante, më fakt kjo. Të regom, e lexove letrën e avokatit të popullit, si du duk kjo ndërmarrje e avokatit të popullit? Pisho, avokati popullit ka qenë vizitë edhe tek ne atje, dhe a e dinë që mas pare ati ju kanë bo shkeli edhe procedurale, po edhe ligjore, sepse e kanë detyru që s'parit shkoj të vizitoj ata pastaj ne. Përse ata ja kanë imponu lojën e vizital, si mas deklaratës tisa ka qenë aty e përmes me e bo skandalin që me refuzuat atë loj urdhin e farmënyrë që kanë dhonë, që pastaj mësë me mujtë me në vizitu ne, aje ka pranu me shkute ata, si mas itinerarë, përse kjo itinerarën ka pas me në vizitu ne, pastaj shkoj të diskutoj me ata. Po ata kanë që mas pori me najtë me ta, pastaj ka diskutu me ne, që pastaj mësë me pas ku mund me bisetu me ta. E di sa kom di të ke pasë një mision njërës bashku me to, e di që ka që një letër të ta dhe anku për ankesat, po dhe të këtë lishme. Po, aty e ka po aj që sa Kosova respektohet në ato institucionet të cilat quhen që jenë të Kosovës. Kështu që kushtimisht, edhe avokati popullit të ne ka qenë supervizit private, pastaj ku ne kemë refuzu, në ka leju supervizit zyrtare, nuk në ka hekë. Flasë ku thëmë private, në vizit private të heket një vizit, do të nëse të ki 5 vizita në vit, nëse vjen dikush ta hek në mujtë falë, ta hek një vizit tjesë dhe 4. Dhe unë pide kom aty konkretisht ku unë kom bua ankesën atër për to. Dhe pastaj të që kanë bua sukur I gjoja vizit zyrtarë për prapë se prapë private ka qenë, mirë por nuk e kanë hekat rëndën e vizitës. Po mirë, ke letë në fakt... Kështu ka ndodhë dhe ku ka qenë Glau Konjuca, edhe ata deputetet e Kosovës, kështu ka ndodhë me gjithë. Mirë, ka pasur një kërkesë të vazhdueshme që të bëhet një raport ndërkombëtar, një verifikim ndërkombëtar nga mekanizmat të pavarur të drejtësisë për këtë që po ndodh
Avokati i popullit sot sikur paralajmëroi këtë në letër, Nasim, nuk e di, a e lexove këtë letrën e sotme në fakt. Po, në lexova letrën e sot, avokati është mirë që dul tash, unë nuk e di se sa të bëhet, po ne kemi pas një premtim fillim ku ka qenë ministra Harxhiu dhe na pat premtu që do të marrë një iniciativë të tillë dhe në një farë mënyrë mu me pat bind gjatë bisedës që fola dhe gjithë ata, prandaj edhe pranon vizitën me të. Në po, ajo dul boshe, premtimet e saj na dulen boshe dhe asnjëherë shteti ose aparati shtetëror që është tash, nuk jam ka flas për pikpamje partiake, jam ka flas për ata që drejtuan shtetin dhe që kishin përgjegjësinë, po edhe që morën obligime që do të kërkojnë një monitorim ndërkombëtar, do thotë normal që monitorimet edhe këtu